Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loti që fshin male me mëkate. Një loti sinqert për hir të Allahut azza wa jall mund të peshoj më shumë se shumë vite adhurim. Andaj lotët që dalin për hir të Allahut azza wa jall, as zjarri i xhehenemit nuk i kaplon ato. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai syr i cili lëton çan për hir të Allahut, atë syr nuk e kaplon zjarri i xhehenemit. Andaj mundohemi që lotët të cilat i derdhim të jenë vetëm e vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Kemi shumë raste në jetën e sahabeve të cilët kanë qajt për hir të Allahut azza wa jall. Bilem thuhet për Omerin radiallahu anhu, i cili kishte pasur 2 shenja në syt, vetëm e vetëm që i dilnin lotët nga të qajturit për hir të Allahut azza wa jall. Andaj pendohemi te Allahu azza wa jall, sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit, pasi që dyert e rahmetit janë të hapura. Elusim Allahun që përfundimi jon të jetë përfundimi mirë. Selam.